Në Bashkimin Evropian një ekip të ri, i cili do të merret me çështjen e negocimit. Kemi zotin Petersen nga Danimarka, zonën Kallas, e cila udhëheq politikën e jashtme. Unë besoj se ky format i ri do të merr iniciativa të reja. Mbetet shihet se formati i ri i dialogut në Bruksel se si do të vendoset pas formimit të qeverisë dhe natyrisht të shohim se si do të rrjedhë procesi i bisedimeve në mes dy vendeve, duke mos anashkaluar çdo herë prezencën ose ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kërkesat për dialog dhe kërkesat për respektim të marrëveshjeve mbeten të njëjta, absolutisht nuk ka asnjë lëvizje nga këto kërkesa. Çdo avancim i Kosovës në arenën ndërkombëtare do të kushtëzohet nga respektimi i marrëveshjeve, nga suksesi në dialog dhe kjo është krejtësisht e qartë, kjo i bëhet e qartë politikanëve kosovar vazhdimisht. Gabimi më i madh do të jetë që qeveria e re kushdo që të jetë mos e ketë si prioritet dialogun, sepse pa dialog vetëm sa do të vazhdohet izolimi aktual i Kosovës dhe nuk do të ketë asnjë shpresë që të ketë ndonjë progres normal në këtë aspekt.